5 net muzik, birrë, atmosferë festive dhe mira vizitor. Festa e birrës në Korçë po i afrohet mbylljes së edicionit të 20, ndërsa organizatorët e cilësojnë këtë edicion si një sukses të dukshëm. Në ditën e festës në hapësirat e reja të eventit në Drenov, qytetarët e Korçës, turistë vendas dhe të huaj, janë bërë pjesë e një prej eventeve më të mëdha verore në vend. Edhe kompanitë pjesëmarrëse dhe artistë kanë dhënë një feedback pozitiv për organizimin dhe atmosferën e krijuar. Migena Shaj, përfaqësuese e agjencisë implementuese, u shpreh se është kënaqësi e jashtëzakonshme që Korça ka përjetuar një event të këtij dimensioni. Para është një kënaqësi e jashtëzakonshme që Korça ka përjetuar një event të këtij dimensioni, të paktën nga feedbacku që kemi marrë nga vetë artistët apo edhe nga kompanitë pjesëmarrëse. Spektakli ka qenë i jashtëzakonshëm. Jam shumë e lumtur që pjesëmarrja ka qenë e madhe. Si nata e parë, nata e dytë, zotit nuk kemi ç'ti bëjmë, kushteve atmosferike, po prap korçarët, siç thatë te Olga, din të festojnë, sepse pavarësisht kushteve atmosferike prap pjesëmarrje kishte dhe ne nuk reshtëm, e bëm edhe natën e dytë. Nata e tretë ishte e jashtëzakonshme, ashtu si ishte edhe nata e katërt. Mbrëm mund të them që mund kemi pas mbi 15.000 pjesëmarrës, kështu që ka qenë një sukses i dukshëm, them. Pavarësisht motit jo të favorshëm në natën e dytë, festa nduku ndërpre. Organizatorët vijuan programin, ndërsa publiku korçar dhe vizitorët që kishin zgjedhur Korçën si destinacion vijuan të ishin pjesë e atmosferës. Tashmë të gjithë syt janë te nata e 5 dhe fundit, e cila premton një tjetër mbrëmje të madhe muzikore, me artistë të njohur dhe një program të kuruar posaçërisht për mbylljen e eventit. Ndërkohë sot kemi natën e fundit, e cila gjithashtu ka surpriza. Line-upi është shumë i mirë, kemi një këngëtar të ri, po shumë të talentuar, siç është Rilinda Limani. Kemi çunat tan, 3 Dots, të jashtëzakonshëm, të cilët me thënë të vërtetën mezi po presin që të vinë nga komunikimet që kam patur personalisht me ata, dhe pastaj kemi Dafinën, e cila është kuruar në mënyrë të veçantë nga stafi i saj. Do kemi grafika të jashtëzakonshme, kështu që atë që kemi parë edhe në Tiranë, do e shohim edhe në Korçë. Interesi për natën finale duket i lartë. Rezervimet për tavolinë kanë vijuar, ndërsa kapaciteti i hapësirës së re në Drenov i ka dhënë mundësi organizatorëve të presin një numër të madh pjesëmarrësish. Besoj pjesëmarrja do jetë e madhe sepse shohim rezervimet, patjetër që kemi akoma, sepse hapësira na e lejon, na e bën të mundur që të kemi sa më shumë njerëz. Me sa informacion kam, Korça është plot, hotelet janë plot. Personalisht doja të rezervoja për një familjarin tim dhe mezi arrita të gjeja, kështu që jam shumë e lumtur që edhe dita e 5 besoj do mbyllet ashtu siç e meriton Korça dhe siç e meriton ky event. Festa e birrës tashmë duket se ka kaluar kufijtë e një eventi lokal. Për organizatorët, pjesëmarrja e vizitorëve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe interesi i turistëve e kanë kthyer atë në një festival me një shtrirje kombëtare. Siç e kemi dëgjuar edhe nga vetë këngëtarët, nga Alban Skënderaj, nga Angela, nga Aurela Gaçe e shumë të tjerë, nuk është më një fest vetëm e Korçës, por një festival i madh për gjithë Shqipërinë. Dhe kjo fal bashkisë së Korçës, fal popullit, jo vetëm të Korçës në këtë rast, por të gjithë Shqipërisë, të cilët e kanë destinacion këtë event. Në Korçë, festa e birrës nuk është vetëm muzikë, atmosferë dhe mira vizitor. Është edhe një festë e shijes ku birrat shqiptare dhe marka ndërkombëtare takohen në të njëjtin ambient, duke bërë pjesë e eksperiencës së qytetarëve dhe turistëve. Nga birra Pea, një prej emrave të njohur në tregun rajonal, tek Peroni me traditën italiane, apo Paulaner, një prej emrave klasik të birrës bavareze, zgjedhjet në këtë festë janë të shumta. Pjesë e atmosferës janë edhe Stella, Iliria, Vatan dhe Elbar, duke sjellë alternativa për shije dhe preferenca të ndryshme, por ajo që i bashkon të gjitha këto marka është pikërisht festa e birrës në Korçë. Për disa, zgjedhja është një birrë e njohur prej vitesh, për të tjerë, një markë e re që provohet për herë të parë. Në tavolinat e mbushura plot mes muzikës dhe atmosferës festive, birra bëhet një nga elementet që shoqëron mbrëmjet e gushtit. Edhe këtë vit në edicionin 20 të festës, qytetarë, turistë vendas dhe të huaj kanë vërritur në Korçë për të shijuar jo vetëm programin artistik, por edhe shumëllojshmërinë e markave që janë bërë pjesë e këtij eventi. Një festë që tashmë është kthyer në një pikë takimi për dashamirësit e birrës, ku tradita shqiptare takohet me shije ndërkombëtare dhe ku çdo tavolinë ka zgjedhjen e saj.